derisa ta mbyt njeriu kojshin e vet, derisa ta mbyt tha axhën e vet, derisa ta mbyt djalin e axhës vet. Në rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Na fillimisht shprehim ngushëllimet tona për të ndjerin dhe për familjen të cilën me të vërtetë janë goditur me një sprovë të madhe, ku është një kohë që njeriu befasohet çdo ditë që ai jeton me sprova të reja, dhe se kjo është që Allahu xhël xhelalu kështu ka caktuar që binin e Ademit ai ta sprovon, edhe se në Kur'an Allahu xhël xhelalu na ka treguar dhe ka thënë se sprovat do të jenë shumë të vojvojshme dhe të ndryshme. Mirë po me sprovat Allahu xhël xhelalu e ngren robin në gradat e larta të xhenetit të tij dhe i ashlyn mëkatet e tij. E pa dyshim se Allahu xhël xhelaluhu këto e ka potencuar në Kur'anin e tij, kur Allahu xhël xhelaluhu tha: "Walanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat." Allahu xhël xhelaluhu na do t'ju sprovojmë me diçka nga humbja e pasurisë, me diçka nga humbja e mbjelljave, me diçka nga humbja e shpirtave dhe dashamirëve dhe të gjithë ata të cilët i keni të afërt. Por Allahu xhël xhelaluhu dha një përgazim për të gjithë ata të cilët do të jenë besimtarë dhe të durueshëm dhe tha: "Wa bashiri sabirin." Përgozoj ata durimtarë të cilët nëse i godet ndonjë musibet, nëse i godet ndonjë fatkeqësi, ai është nga ata të cilët thot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai thot na te Allahut jemi dhe vetëm te ai do të kthehemi. E të tillët tha Allahu xhël xhelaluhu ulaika alehim salawatun min rabbihim wa rahmah. Të tillët janë që ata kanë bekimin nga ana e Allahut xhël xhelaluhu dhe mëshirën e Allahut xhël xhelaluhu, dhe se Allahu xhël xhelaluhu do të i shpërblen për sabrin dhe dërimin e tyre të cilët e bëjnë, se me të vërtetë Allahu xhël xhelaluhu me sprovat të cilët i çonte njeriu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ngren gradat e tij apo i shlyen mëkatet e tij. E pa dyshim se Allahu xhël xhelaluhu kur ja merr dikuja një të dashur të tij, ajo është vlera me të cilën se Allahu xhël xhelaluhu atë dhimbje i ja kompenzon në shpërblim të madh, që në ditë të del para Allahu xhël xhelaluhu dhe secili do ta jep llogarinë e tij për secilin vepër të cilën ai ka vepruar. Edhe se është një kohë dhe një moment që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në hadithin të cilën e transmeton Imam Tabaraniu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thasë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha na ka lajmëruar kështu: inna min alamati as-sa'a mautul fajr. Është nga shenjat e kiametit vdekja e befasshme që të ndodh te i modhi, te i riu, te i moshuari, e të ndodhin të shumta sa që mos ta dinë dhe njeriu nga vdekjet e shumta të cilat do të ndodhin. E padyshim se kjo është nga shenjat e kiametit që të vdiset, domethënë dhe të shtohen vdekjet e shumta. Një hadith tjetër, të cilët transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, të gjitha janë lajmërimet pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam që na lajmëron që me këto hadithe o vëllezër na e zbusin zemrën tonë dhe na e flladisin dhimbjen e shpirtit tonë. Padyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur lajmëron për diçka ato janë të saktat dhe të vërteta. Hadithin të cilët transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Buhari radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la taqumu as-sa'a hatta yuqdada al-'ilm. Nuk do të bëhet dita e kiametit derisa të ngritet dituria. Te njeriu kur të humbet dituria e të shtohet pa dituria, atëherë ndodhin çka mos. E pastaj tha të vjen tjetra, e të shtohen fitnet, e të shtohen sprova. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të shtohen tërmetën. Edhe gjithashtu jetë qarabuz zaman, e të afrohet dhe koha, që mos të i del koha mo njeriu as për punët e veta. Dhe ne vetëm mo jemi ndoshta në atë pjesën dhe në atë kohën që as koha nuk na del ndoshta as për vetveten tonë. Aq shumë është afruar, vjen ditën e xumë e llogarismi sikur me qenë e nesmja që do të vjen shpejt e shpejt. Vjen muaji e llogarismi muajin nuk e marr mi vesh, domethënë se sa shpejt na vjen muaji, sa shpejt na shkon viti kështu me radhë. Të gjitha këto janë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shenjat të kiametit, të cilët nuk bëhet kiameti pa ndodhur këto gjëra. Dhe vetëm ndoshta në një pjesë të tyre vetëm jemi futur që e jetojmë. Tha wa tudhharu al-fitan, dhe të shfaqen fitnet dhe sprovat e mëdha, wa yuktharu al-harju, dhe të shtohet kausi, të shtohen çështjet e vështira dhe tullovina. E me një hadith tjetër është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi, po ashtu nga Ebu Musa al-Ash'ariu radhiyallahu anhu, i cili tha se një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vëllezër, dëgjoni këtë hadith që na lajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha ishmi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe na tregoi tha kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
tha do të ndodh para ditës së Kiametit, tha do të ndodhin shumë sende dhe shumë shenja të mëdha të cilët do të ndodhin, tha derisa yukthirul harju, tha do të ndodh kausi, do të ndodhin trazira të mëdha. Pastaj ato të cilët ishin prezent me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ju interesonte se çfarë kausi, çka është kjo el harju, çka do të thotë kjo kaus, pse këto trazira, çka do ndodhin trazira? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha trazir, kjo fjala harrush ta ka kuptimin yukthirul kadhibu wal qatl, do të shtohen rrenat, gënjeshtrat dhe mbytje. Atëherë sahabët thanë ja Rasulullah, a do të ndodhin mbytje dhe vrasje më shumë se sa tash në kohën tonë, se në kohën e sahabëve të gjithë e dini se ka pas domethënë luftime të cilët besimtarët dhe sahabët kanë qenë apo kanë hasë në lufta me jo muslimanët vazhdimisht. Thanë ja Rasulullah, a do të jetë mbytja aq shumë sa më shumë se në kohën tonë tash që jemi vazhdimisht luftë te ky te ai? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po gjithsesi. Tha por nuk do të jetë lufta ashtu sikur që ju mendoni që ju jeni duke luftuar me jo muslimanët. Tha po do të ndodhin mbytjet walakinnahu yaqtulu ba'dukum ba'dan. Tha do të ndodhin e kundërta në mesin e jush, tha do të mbytnin mes veti, do ta mbytni njëri tjetrin. Tha derisa këtë hadith pro me tekst jam duke treguar kështu, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha hatta yaqtula ar-rajulu jarahu, derisa ta mbyt njeriu kojshin e vet, derisa ta mbyt tha axhën e vet, derisa ta mbyt djalin e axhës vet. Tha e pastaj sahabët u hapitën dhe u çuditën komplet. Tha ja Rasulullah, tha wa ma na'qulana, tha na do t'i kemi tha mend me veten në atë kohë, ta bëjmë tha këtë punë, ta rrim deri në këtë pozitë, tha na i kemi mend aty me vetja, a kemi logjika të herë ta bëjmë? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do t'ju humb logjikën atë. Do të humb mendja dhe nuk do të din tha kush se çka bën. E do të mburret e do të mendon se është mirë dhe duke bë mirë. Do të llogarit veten e tij se diçka ka bërë, nuk do ta din as se çka ka bërë. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregoi se do të vjen aq shumë trazir dhe fitnë dhe sprova që do sprovohet njeriu, nuk do ta din, edhe nëse i ndodh sprova e mbytjes asa i çort mbyt, ndoshta nuk do ta din se për çka është mbyt. Por kush e pson këtë disfat, padyshim se psohet disfata ai besimtar i cili ai e vuan këtë dhimbje, ai familje dhe ato prindër me të cilët lutim Allahun që Allahu xhelaluhu të sprov t'ja u lehtëson. Dhe Allahun e lusmi këto sprova të cilët ndodhin në mesin tonë, Allahu xhelaluhu t'i largon nga mesi i besimtarëve. E mos na sprovon se me të vërtetë janë sprova me të cilët janë të vështira. Por e gjithë kjo është të vëllezër se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam së pari tha shenjë kiametit është kur do të humb dituria. Nëse neve nuk na intereson të dimë se çka ka porositur Allahu, çka ka porositur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka na urdhënon kjo fe, atëherë ndodhin trazira. Atëherë ndodh kausi, nëse nuk na intereson Allahu xhelaluhu, nëse nuk na intereson Islami dhe xheneti. Ai i cili nuk i intereson xheneti, atëherë do të bën lloj kauzesh. Ai i cili nuk intereson një ditë se do të desë do të shkon te Allahu xhelaluhu, ai nuk e llogarit pastaj dhe se çka bëhet, por vjen një ditë mos mendo se çdo sen çka bëhet këtu e do të shkon shkele shkote Allahu xhelaluhu. As se si Allahu ka treguar në surën të cilën ndoshta të gjithë e dini, ajo është surja Zelzele. Allahu xhelaluhu tha faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kushdo i cili do ta bën sa një grimca atomi vepër të mirë do ta shef një ditë, Allahu do t'ia nxjerrë. Tha wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. E kushdo i cili do të bën edhe sa një grimca atomi të keq edhe sharr, një ditë do t'ia sjellë Allahu xhelaluhu dhe do ta merr llogari për ato, sado që të jetë e im ajo. Tha Allahu xhelaluhu në Kur'an në suratul Anbiya, wa nadha'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a. Në ditën e gjykimit, tha Allahu xhelaluhu, vendosim peshorën e drejtë të sigurisë në të cilën maten peshorën e Allahu xhelaluhu pa ju bër asnjë grimc dikuja pa drejtësi. Tha wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Tha Allahu xhelaluhu, edhe nëse është sa një grimc atomi që dikush i ka bë pa drejtësi dikujt, na do ta sjellim, tha Allahu xhelaluhu. Pse? Wa kafa bina hasibin. Mjafton se na jemi llogaritës atë. E çka të mërmendja, a ditë kur Allahu është llogaritës, që nuk i shpëton asnjë grimc, asnjë im, ai merr hak për secilin dhe Allahu xhelaluhu do të merr në llogari secilin për veprat e tij që ka bërë,
por atë është që besimtari të bën dua e të lutet o Zot, na mbroj nga gjitha këto sprovat e vazhdimisht që Allahu xhele xhelalu të na i lehtëson vujtjet dhe nëse ndodhin sprovat që na të jemi nga ata të cilët jemi të kënaqur me caktimin e Allahut xhele xhelalu dhe të thonë o Zot, ti e din me caktimin tonë se çka është më mira për ne, ti ai i cili na e zbut këtë sprovë dhe këtë fatkeqësi, o Zot, ti ai i cili e largon fatkeqësitë nga besimtarët. Dhe lutim Allahun xhele xhelalu që Allahu familjarëve t'ja u lehtëson këtë sprovë dhe këtë musibet dhe këtë fatkeqësi. E Allahu xhele xhelalu prindërve t'ja u shton shpërblimin e madh dhe t'ja u shton durimin e t'ja u fladit shpirtin. Se Allahu xhele xhelalu e di dhimbjen e tyre, na sado që të folmi, por ai e din vështirësinë dhe dhimbjen e juaj. Pra ti ngrim dorë duke lutur Allahu xhele xhelalu që Allahu t'ja u lehtëson, Allahu xhele xhelalu besimtarët t'i mbron e nga këto sprova të na pastron. Ne punë Allahu që folën po me qëllim vetëm mos parit dhe juve gjitha Allahu ju ndërrojë.